Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashkimin e datës 17, data 17 mars 2026. Kemi një ditë marte me ndikime, me ndryshime të mëdha. Por kjo ditë është një ditë që rrezaton në ndryshimin e madh që vjen për sa i përket punës, për sa i përket karrierës dhe jo vetëm. Ajo që do të ndikohet është sepse ndikimi i Marsit dhe i Mërkurit që jep një ndryshim shumë të madh në lidhje me çështjet aktuale, në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me vendimin që mund të merrni, por gjithsesi është edhe një ditë ku ka të bëjnë edhe me disa vendime që mund të marrim në kohën e duhur, por meqense kemi disa kënde planetare, siç është Afërdita në gjashtkëndësh me Marsin, ku Afërdita nga njëra anë është ana ekonomike financiare edhe dashuria e munguar me problemet. Marsi përshpejton disa gjëra që do t'i mbylli si çështje. Mirë po, Saturni nga ana tjetër nuk lejon gabime dhe gabimet pastaj mund të paguen 2 fish, 3 fish. Prandaj kërkohet dhe vëmendje. Shenjat që kanë të bëjnë dhe kujdesi që duhet bëjnë, janë shenjat e tokës, siç është Demi, Virgjëresha dhe Bricapët. Një nga mundësitë që mund keni, mos u nxitoni në mbyllje të gjërave të mëdha, sepse mund të dali ndryshe për ndryshe dhe është një gabim i madh që ndodh. Pra keni kujdes në këtë drejtim, mos u nxitoni, sepse nxitimet asnjëherë nuk sjellin dobi, përkundrazi probleme të shumë ndryshimeve dhe të gjërave që mund keni pasur. Por në çështjet e tjera mund keni edhe në disa gjëra të ndryshme që lidhet, por kujdesi kërkohet në këtë aspekt. Para se të fillojmë në lidhje me disa ndikime ose disa çështje, atëherë kemi